Drenusha Latifi reagon Olsa Muhametit për deklaratat e saj në emision rreth dhunës në Atilla, ke gënjur do të padis. Ish Miss Kosova dhe këngëtarja e njohur, Drenusha Latifi, ka reaguar ndaj producentëve të Big Brother VIP Kosova 3 pas deklaratave të tyre për përfshirjen e ish bashkëshortit të saj, Atilla Kardesh, në këtë format. Producentja Olsa Muhameti deklaroi se futja e Atillës në Big Brother VIP Kosova 3 nuk ishte e jashtëligjshme, pasi ai nuk ishte dënuar për dhunë fizike. Lidhur me këtë, Drenusha ka publikuar një reagim të fortë në Instagram, duke akuzuar atë për lojë fjalësh dhe për hapje të pavërtetash. Në reagimin e saj, Drenusha thekson se dhuna e ushtruar nga Atilla ndaj saj është dokumentuar dhe janë 3 procese gjyqësore në vazhdim, një civil dhe 2 penale. Ajo e kundërshton fuqishëm deklaratën e Olsës, duke thënë: Atilla nuk ka mundur të më dhunonte mua ligjërisht. Dhuna nuk është një akt që ndodh ligjërisht, por është një realitet i rëndë për viktimat. Deklarata e saj është një lojë me fjalët dhe një tentativë për të manipuluar opinionin. Drenusha gjithashtu ka zbuluar se ka pasur një urdhër mbrojtës ndaj Atillës për 6 muaj, të cilin nuk e ka vazhduar për shkak të pjesëmarrjes së saj në Big Brother. Ajo e konsideron deklaratën e Olsës skandaloze, denigruese dhe skajshmërisht të dëmshme për secilën grua që ka përjetuar dhunë. Mos e harrojmë që si shtet kemi marrë përsipër të zbatojmë Konventin e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave. Një deklaratë e tillë nga një producent të femër hedh në dyshim jo vetëm historinë time, por edhe të mira grave që kanë përjetuar dhunë, shkruan ajo. Në fund, Drenusha paralajmëroi se është duke përgatitur një paditje ligjore kundër Olsës dhe u shpreh se dëshiron të mbyllë këtë çështje për hir të familjes dhe 2 fëmijëve të saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!